Se gjuha shqipe është një ndër gjuhët më të vjetra në Evropë, kjo nuk ka dilemë. Pasi që shkencëtarët kanë arritur në përfundim se gjuha shqipe, së bashku me greqishten e lashtë, latinishtën e sanskrishten, janë folur 2000 deri në 3000 vjet më parë, ku bën pjesë në gjuhët indo-evropiane. Pavarësisht që kjo gjuhë e bukur dhe lashtë evropiane është folur herët, shkrimet e para të shkruar të gjuhës shqipe datojnë me vonë. E ndoshta, si pasojë edhe të pushtimeve të shumta, qofshin ato romake e me vonë otomane. Zyrtarisht, gjuha shqipe njeh 3 dokumentet më të vjetra të saj. E para është formula e pagëzimit e vitit 1462. E dyta, fjalori i Arnold von Harfit e vitit 1497 dhe perikopeja e ungjullit të Pashkës, fundi i shekullit 15 dhe fillimi i shekullit të 16. Në pluhurin e arkivave të Evropës dhe sidomos të atyre të Vatikanit mund të gjenden edhe shumë dokumente të tjera, ndoshta me të plot e me domethënës. Formula e pagëzimit është më e vjetër ndër këto 3 dokumentet. Ajo i përket vitit 1462. Është një fjali e shkurtër në mes të një shkrimi latinisht. Kryepeshkopi i Durrësit, Pal Angeli, mik e bashkëpunëtor i Skënderbeut, jetoi rreth viteve 1417 dhe 1469. Gjatë një vizite në Diogjezin e tij, gjeti shumë të meta e mangësinë e punët e ushtrimit të fesë. Për t'i shmangur ato, ai lëshoi një qarkore në gjuhën latine. Kjo qarkore është lëshuar nga një kishë në mat dhe mban datën 8 nëntor 1462. Me anë të saj, ndërmjet të tjerash, ai jep të leje që në ato kohë lufte, kur prindrit nuk kishin mundësi t'i dërgonin fëmijët në kishë për t'i pagëzuar, ata mund t'a kishin pagëzuar vetë në shtëpi, duke thënë shqip në këtë ceremoni. Unë pagëzojnë për emën të Atit e të Birit e të Shpirtit të Shenjtë. Formula është shkruar në dialektin e veriut me shkronja latine. Gjuha e tekstit dhe vlerat e përdorimit në shqip të disa shkronjave latine ka një afri shumë të madhe me vepër në Gjon Buzukut, çka të bën të mendosh se shkrimi i shqipes do të ketë pasur një traditë më të vjetër, ku janë mbështetur të dy, edhe shkruesi i kësaj formule, edhe Buzuku. Dokumenti u zbulua qysh në vitin 1915 nga historiani roman Nicola Jorga në një nga bibliotekat e Milanos së Italisë. Me të njëjtin alfabet latin është shkruar në shekullin e 15 edhe dokumenti i dytë i gjuhës shqipe, fjalorthi i Arnold von Harfit i vitit 1497. Udhëtari gjerman Arnold von Harf në vitin 1496 u nis nga qyteti gjerman i Kellnit për të bërë një vizitë në tokat e shenjta në Palestinë. Udhëtim që e kreu për 3 vjet. Ndërkohë në vitin 1497 ai kaloi në bregdetin e Shqipërisë dhe konkretisht në Ulqin, Durrës e Sazan. Gjatë këtij udhëtimi, për të komunikuar sadopak me njerëz, ai shënoi 26 fjalë shqipe, 8 shprehje dhe numrat nga 1 deri në 10 dhe numrat 100 e 1000, të shoqëruar me përkthim në gjuhën gjermane. Janë fjalë të zakonshme si ujë, verë, bukë, mish e të tjerë, që ju deshen udhëtarit në jetën e tij të përditshme sa qëndroi në Shqipëri.
me përshtypje të otimit Harf, la në gjermanisht një dorëshkrim i cili u botua në vitin 1860, pas 3 shekujsh e gjysmë. Këtu gjendet edhe ky fjalor i vogël i gjuhës shqipe, i cili përben dokumentin e dytë të shqipes së shkruar. Udhëtari, përveç listës e fjalëve, shprehjeve e numërorëve, ka lënë edhe disa shënime në ato vendet e Bregdetit shqiptar ku kaloi. Ndër të tjera, ai shkruan se Ulqini është një qytet i shqiptar i bukur dhe i vogël. Ndërkohë për Shkodrën, megjithëse kaloi nëpër te nga se udhëtimi Ulqin Durrës e Berim në det, thot se është një qytet i madh i sapo pushtuar nga Osmanët. Ndërkohë, për ishullin e Sazanit e përshkruan si një liman të mirë deti ku ka shumë anije në krahun e majt, të cilit ndodh një fshat i madh me 2000 vatra, i quajtur Vlorë. Perikopeja e Ungjullit të Pashkës, fundi i shekullit 15 dhe fillimi i shekullit 16, është dokumenti i tretë i shqipes së shkruar. Ai përket fundit të shekullit të 15 ose fillimit të shekullit të 16. Ky dokument përbet nga 2 pjesë të vogla Bible në gjuhën shqipe që u gjetën në një dorëshkrim greqisht. Ato janë në dialektin e jugut, të shkruara me alfabetin grek. Këto fakte tregojnë se gjuha shqipe në atë kohë do të ketë qenë shkruar jo vetëm në Shqipërinë e Veriut, por edhe në Shqipërinë e Jugut. Po para këtyre 3 dokumenteve a ka qenë e shkruar gjuha shqipe? Kjo është një pyetje që deri më sot nuk ka gjetur përgjigjet e plotë. Shumë të dhëna na bën të mendojmë se shqipja do të ketë qenë shkruar edhe më parë. Ndër të tjera, arcipeshkvi francez i Tivarit, i njohur me emrin Brocard, që ka shëtitur shumë vende në Evropë, në Azi, ka shkruar: sado që shqiptarët kanë një gjuhë fare të ndryshme nga gjuha latine, prap ata kanë e përdorim edhe në tërë librat e tyre shkruanin latine. Pra, ky fakt të bën të mendosh se shqipja do të ketë qenë shkruar të paktën që në shekullin e 14, por kjo, deri më sot, ende nuk ka mundur të dokumentohet.